Ju falëroj për pyetjen. Kjo ka pak histori. Në vitin 94, ne kemi miratuar ligjin që nxjerrim jashtë ligji Partinë Komuniste, miratuam ligjin e lustracionit që nxjerrim jashtë administratës publike të gjithë ish bashkëpunëtorët, oficerët dhe nomenklaturën e diktaturës komuniste, e sigurimit shtetit dhe nomenklaturën e diktaturës komuniste. Ky ishte ligji i lustracionit. Me dekret dhe hoqem të gjithë titujt dekoratat ndryshe krejtësisht nga shpërsëritet, por është dekretin në fuqi, për Hitlerin e popullit shqiptar të pas luftës Enver Hoxhën dhe nomenklaturën e tij kryesore. Ardhja socialiste në 97-ën përveç kësaj, ne jemi vendi i parë se ligji lustracioni kishte edhe Çekoslovakia. Çekia më vonë, se u nda, po pati e bëri presidenti Havel. Por ne jemi vendi i parë në vendet ish komuniste, që miratuam ligjin e dënimit genocidit komunist. Ligj që i jepte të drejtën çdo të persekuturi të ndiqte penalisht persekutorin e tij. Konkretisht, familjet e të persekutorëve mund të ndiqnin persekutorët e familjarëve të tyre. Të gjitha këto u anulluan, përveç ligjit kundër genocidit që nuk u anulluan, po u modifikuan, nga ardhja socialistëve në pushtet në vitin 1997. Përsëri në vitin 2006, ne sollëm në parlament dhe miratuam ligjin e lustracionit. Por këtë ligj erxoi gjykata kushtetuese mbasi 5 gjyqtar nuk duhet të ishin aty për shkak të shkurës tyre. Kjo është historiku i betejës tonë për dekomunistizimin. Sot Shqipëria është në duart e një njeriu i cili në vitet 90 bënte radikalin, por sot kur i thuhet të kërkoj ndjes për t'jatin që i firmosi për varrin e Avzenelës, jo që s'kërkon ndjes, po thot se ai qëndroi në anën e drejtë të historisë. Jati i tij. Në anën e drejtë të historisë, domethënë në anën e atyre që firmosën varjet njerëzve të pafajshëm. Në fakt, tregon se parimet që zbatonin etrit e tij janë të drejta dhe në histori mbetën të drejta në kohë kur ato janë parimet njerëzore, genocidale, por për hir të vërtetës do të themi se po krye një genocid shumë herë më gjigant se sa genocidi komunist i Enver Hoxhës. Ka larguar nga Shqipëria për kushtet llogaritura vetëm në hapësirën e Bashkimit Evropian 1.1 milion shqiptar në 10 vite dhe ka bërë që shqiptarët sot të kenë atë lindshmëri që kanë patur 100 vite më parë. Pra, në këtë rrafshin e materjes e lëndës e kombëtare, Edi Rama është armiku më i egër i shqiptarëve. Sikundër në qëndrimet e tij ndaj Kosovës, Edi Rama të i kalon të gjithë të tjerët, ndonjëherë edhe vetë Aleksandr Vučićin, dhe mund e kanë krahasuar me të drejtë me Paniçin, kryeministrin e ultranacionalizmit serb.